Finalizohet operacioni policor i koduar Reset. Goditet një tjetër rast i shpërndarjes së lëndëve narkotike. Vihet në pranga një 46 vjeçar që shiste kokainë në dhërmi. Sekuestron 126 doza lëndë narkotike kokainë, para të përfituara nga shitja e saj dhe një peshore elektronike. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë në vijim të veprimeve intensive operacionale për goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e narkotikëve, pasi kanë siguruar informacion se një shtetas posedonte lëndë narkotike me qëllim shitjeje, kryesisht në lokalet e natës në zonën bregdetare të Dërmiut, kanë organizuar dhe finalizuar në bashkëpunim me shërbimet e stacionit të policisë Dërmi, operacionin policor të koduar Reset, si rezultati të cilit u kap dhe u arrestua në flagrancë shtetasi me iniciale MM 46 vjeç, banues në Tiranë. Gjatë kontrollit në dhomën ku qëndronte ky shtetas, në Drimadhes, shërbimet e policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 126 doza lëndë narkotike të dyshuar të llojit kokainë, 136.400 lekë të reja të dyshuara të përfituara nga shitja e lëndës narkotike dhe një peshore elektronike. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprime të mëtejshme procedurale.